Për 2 mbrëmje në skenën e teatrit Zini Sako u ngjit komedia premier Hamleti në fshatin Katran, pjesë e autorit kroat Ivon Brushan, që u përshtat për skenë nga regjizori Erion Hine erdhi në interpretimin e 20 aktorëve profesionistë dhe të rinjve të apasionuar pas aktrimit. Ngjarjet zhvillohej në një fshat të vogël gjatë regjimit totalitar ku autoritetet vendosin të inskenojnë Hamletin me banor vendas. Gjatë përgatitjes zbulohen konflikte, padrejtësi dhe hipokrizia e pushtetit duke përcjell mesazhin se gjëja më e çmuar e një kombi është individi. Kjo është një komedi dhe publiku e ndjeva unë, po besoj e kanë ndier dhe të gjithë kolegët që e shijuan të gjithë pavarësisht se orari i shfaqjes është pak i gjatë më shumë se ç'është mësuar publiku Gjirokastrit. Unë nuk i kam kaluar ato etapat kohës komunizmit, po duke dëgjuar dhe duke studiuar, duke parë intervista të ndryshme, u mundova të arrija karakterin e Dacit, duke mos qenë një person i denj për të pasur pushtet, dhe ai lëpihet kundrejt kryetarit, kundrejt të kooperativës, kundrejt sekretarit. Për aktorin veteran Viktor Çaro e veçanta e kësaj pjese ishte në pjesëmarrjen e shumë të rinjve. Duke patur këta element, unë them që ky teatri Zini Sako Gjirokastër, që ka qenë një jetë të tërë në teatrot më të mira të Republikës, do ketë vazhdimsi. Shfaqja do të rikthehet te Ardarsi Gjirokastrit fundjavën e ardhshme.